pyetje në parantezën time. Si e lexoni ju psikologjikisht një ngjarje kaq të rëndë brenda familjes? Ngjarjet e tilla normalisht janë shumë të rënda. Pra, ne kemi të bëjmë me një vrasje dhe më pas një vetvrasje, që do të thotë në gjuhën psikologjike quhet homicid dhe më pas suicid. Pra, homicidi kur në këtë rast kryen një akt brenda familjes, pra në këtë rast një vetvrasje. Suicidi më pas kur më njëherë bën vetvrasjen pasi ka kryer vrasjen brenda familjes. Janë raste të rënda që normalisht ka nevojë të kenë një vlerësim më të gjerë, pra të disa konteksteve bashkë, nuk është vetëm pra ai momenti që ne shikojmë vetëm aktin e kryer nga personi, pra meriton një vlerësim pak më të gjerë, duke vazhduar nga konteksti kulturor deri më pas, në vazhdimsi duke parashtruar të gjithë kontekstet e tjera deri tek një vlerësim psikologjik ose neurologjik, duke parë pak edhe moshën. Janë raste të cilat janë tepër të vështira fillimisht për të identifikuar, për arsye sepse bëhet fjalë për një lloj moshe që normalisht vim nga një kulturë ku ne debatin e ruajmë shumë fort brenda familjes. Pra shpesh herë dhe po them komshit ose njerëzit mund të afër thonë po jo, ata kanë paskaluar shumë mirë, sepse debatet brenda i mbyllim, pra me idenë që do zgjidhen me kalimin e kohës, po shpesh herë këto debate qëndrojnë të izoluara dhe ky izolim çfarë bën? E ri dhe e potencon dhe e bën më prepotent problemin brenda dy familjarëve apo shumë familjarëve. Aq më tepër kur konfliktet kanë mosmarrëveshje të vazhdueshme me njëri tjetrin, ku dhuna verbale mund të kalojë edhe në dhunë fizike, dhe janë tipike dy lloj dhunash të cilat janë më të shprehura, po themi në rastet kur kemi konflikte të tilla dhe kur çojnë në akte, dhe me kalimin e kohës, nëse nuk merren masa, nëse nuk ndalohen, fillojnë normalizohen dhe kthehen aq në normalitet sa askush nuk ka të drejtë kërkojë ndihmë për diçka që është toleruar për një kohë shumë gjatë.